Fatkeqësisht edhe atëherë ka pas edhe shqiptar më me qujt jo njerëz të mirë, se me qujt një formë tjetër më vjen e rëndë për shqiptarin. Përpara hyrjes në orë, 2 muaj ditë, unë kom qenë çdo ditë përpara një intervistë, atëherë me fillu orën e mësimit. Fjala e nanës që më kujtohet o konë që si 5, si 15, viçikorit unë inshallah nuk del. Po unë isha atëherë në shkollën e Mitrovicës edhe fatkeqësisht edhe atëherë ka pas edhe shqiptar më me qujt jo njerëz të mirë, se me qujt një formë tjetër më vjen e rëndë për shqiptarin. Edhe dikush kish njoftu që unë jam e familjes që e kam vllaun e dënuar politikisht, edhe kujdestari hyn në klasë dhe thot ka qenë i komunës Klinës ka Mitrovica. Skënder Hamza, kur nuk e harroj, edhe të njëjtën kam i qenë falenderues. Thot, kanë ardhur me marrë një intervistë me ty, po kur gjo mos prana para policisë. Thot se thanë që e ki vllaun e burgosën politikisht. Unë ati thash, po unë e kam vërtet vllau është në burg. Thot, ti mos e prana kur qysh. Ndigja mu. Po nuk i me kom vetë, po unë kom marrë me ty. Edhe ai më ka shoqëru deri në polici. E kom zonë deklaratën, ju mundu mos me pranu. Po faktikisht edhe shtëpinë ku e kam kishin tregu. Edhe ish prapë se prapë unë e dhash mendimin që ma kishte dhonë kujdestari i klasës që nuk është e vërtet, e keni marrë emrin nga gabim, unë nuk jam ajo që ju po mendoni, nuk kam vëlla dënuar politikisht, i kam 2 vllazën studenta se atëherë ishin 2 vllazët në Prishtinë, nuk e më kanë torturu, po përpara hyrjes në orë, 2 muaj ditë, unë kom qenë çdo ditë përpara një intervistë, atëherë me fillu orën e mësimit. Periudhë shumë e vështirë, jo çaq e lehtë, po asnjëherë më dërzu për shkak se momentin kur kam fillu, amaneti babës o konë që unë çdo përpjekje kom me bo, ju më shkollu, edhe ajo na ka detyruar që pavarësisht çdo torture, duhet t'i përballash, po me arrit ato që e kesini. E thash, nuk ka qenë e lehtë, baba ka qenë njerë i shkolluar, jo që ka punu vetëm për neve që më na bin që duhet më shkollu, na kemi pas edhe fëmijën e Agjes, se unë bashkë me qikën e Agjes kemi qenë 2 jatë Mitrovicë, po gjithsesi duhet shkollohet edhe femna duhet të emancipohet. Njëkohësisht e kom pas nanën, ajo ka qenë për një familje që ka ardhur në atë kohë për ballistave, edhe krenarin mbi gjithçka e ka pas që nuk duhet më dorëzu. Na e kemi pas vllaun 5 jetë në burg, po kur nuk e moj mend që ajo ka qit lot përpara neve. Edhe momenti i fundit kur 2 vllazënit kanë dashur më shku në gjykim, edhe na kanë thirrë se ata 2 vllazënit e mëdhaj janë jurista me profesion, që duhen i bind që nenin që ju ka caktu është prej 5 deri në 15 vjetë. Fjala e nanës që më kujtohet o konë që si 5, si 15, viçikorit unë inshallah nuk del.